Hoxh, pse nata e 4 nuk dihet sakt? Mënyrë që të përpiqesh, të angazhohesh, të falesh gjatë gjithë këtyre netëve në 10 netët e fundit të Ramazanit. Gjithsesi, nata e 4 kërkohet, pra në këto 10 net, kërkohet po ashtu në netët teke dhe mundësia më e madhe, mendimi më i madh i dietarëve është që kjo natë ndodhet në natën e 27. Madje ka pas sahab që betohej. Prandaj, ne gjithsesi e kërkojmë, adhurojmë Allahun e lartësuar gjatë gjithë jetës, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dhe adhuroje Zotin tënd derisa të të vijë vdekja. Ne adhurojmë Allahun e lartësuar vazhdimisht, normal në këto net përpiqemi më shumë, sepse profeti alayhis salam pra përpiqej më shumë se sa që përpiqej në ditë të tjera, pra në këto ditë, në këto net. Dhe nata e 4, pra siç e thash, mendimi më i madh i dietarëve është që është nata 27 dhe nata e 4 ka vlera të mëdha. Është më e mirë se 1000 muaj. Imagjinoj 1000 muaj adhurime, 1000 muaj namaz. Kush falet gjatë natës së 4 duke besuar dhe shpresuar në mëshirën e Zotit, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Le të përpiqemi, le të angazhohemi, le të punojmë për xhenetin e Allahut lartësuar.